Mirë se erdhe në kanalin Yjet Flasin. Nëse do që ti dëgjosh çdo ditë mesazhet që Yjet kanë për ty, abonohu tani dhe aktivizo zilen për të mos humbur asnjë parashikim. Energji e fuqishme hyjnore. 6 shenja ndriçohen nga fati, dashuria dhe paradha. Një energji e fuqishme hyjnore zbret në këtë periudhë dhe fillon të ndikojë drejt për drejt jetën e disa shenjave të horoskopit. Nuk bëhet fjalë për një ndryshim të vogël apo për një rastësi të zakonshme, por për një forcë të lartë, të rrallë, që ndriçon rrugën e fatit, hap zemrën ndaj dashurisë dhe tërheq bollkun financiar. Kur kjo energji aktivizohet, gjithçka fillon të lëviz në favor të atyre që janë gati ta pranojnë. Këto ditë, universi vepron në mënyrë të qartë dhe të drejtë për drejtë. Pengesat që deri dje dukeshin të forta fillojnë të shkrihen, dilemat marrin përgjigje dhe rrugët hapen njëra pas tjetrës. Kjo energji hyjnore nuk vjen për të provuar, por për të shpërblyer. Ajo ndriçon mendjen, forcon intuitën dhe sjell qartësi aty ku ka pasur pasiguri. Për 6 shenja të zgjedhura, fati ndizet njëkohësisht në 3 drejtime shumë të rëndësishme: fat personal, dashuri dhe leg. Është periudha kur një lajm i mirë, një takim i veçantë, një ndjesi e fortë ose një mundësi financiare mund të ndryshojë të gjithë ritmin e jetës. Këto shenja ndihen sikur janë nën mbrojtje, sikur çdo hap i tyre po udhëhiqet nga diçka më e madhe. Dashuria ndriçohet nga kjo energji dhe sjell afrime, pajtime, fillime të reja ose ndjenja që marrin kuptim më të thellë. Në të njëjtën kohë, paratë dhe mundësitë materiale fillojnë të qarkullojnë më lirshëm, duke sjellë stabilitet, rritje dhe siguri për të ardhmen. Fati nuk vjen vetëm si premtim, por si përjetim real. Në këtë video do të zbulojmë cilat janë 6 shenjat që ndriçohen nga kjo energji hyjnore dhe çfarë bekimesh konkrete po afrohen në ditët që vijnë. Qëndroni deri në fund, sepse ky mesazh mund të jetë pikërisht për ju dhe kjo mund të jetë periudha që ndryshon gjithçka. Për Demin, kjo energji e fuqishme hyjnore sjell një ndjesi të thellë stabiliteti dhe sigurie që mungonte prej kohësh. Fati fillon të punojë në heshtje për ju dhe rezultatet shfaqen gradualisht, por të qëndrueshme. Paratë vijnë përmes një rregullimi të rëndësishëm, një vendimi të mençur ose një mundësie që ju lejon të ndërtoni bazë të fortë për të ardhmen. Në dashuri, ndriçimi është i butë por i thellë. Marrëdhëniet forcohen, keqkuptimet zgjidhen dhe për beqarët shfaqet një lidhje me potencial afatgjat. Demi ndjen se është i mbrojtur dhe se çdo hap i tij po udhëhiqet drejt bollkut. Për Gaforen, energjia hyjnore prek zemrën dhe jetën personale me forcë të veçantë. Fati ju buzëqesh në momentin kur e kishit më shumë nevojë. Dashuria ndriçohet fuqishëm, duke sjellë afrime të sinqerta, pajtime ose fillime të reja që ju rikthejnë besimin. Në aspektin financiar, paratë vijnë si ndihmë, si zgjidhje ose si lajm i mirë që ju lehtëson barrat. Gaforia ndjen se universi po e mbron dhe po e udhëzon drejt qetësisë dhe bollkut emocional dhe material. Për Luanin, kjo energji hyjnore ndizet si dritë e fortë suksesi. Fati ju vendos në qendër dhe ju jep shansin të shkëlqeni. Paratë dhe mundësitë financiare lidhen me guximin, me ekspozimin dhe me vendime që ju çojnë një hap më lart. Dashuria ndriçohet me pasion dhe tërheqje të fortë, lidhjet marrin energji të re dhe beqarët tërheqin vëmendje pa e kërkuar. Luani ndjen se është koha e tij dhe se universi po i hap dyert që nuk hapen shpesh. Për Peshoren, energjia hyjnore sjell harmoni dhe rregullim të gjithçkaje që nuk ishte në ekuilibër. Fati fillon të rrjedhë më lehtë dhe vendimet marrin qartësi. Në leg, shfaqen marrëveshje, bashkëpunime ose zgjidhje që sjellin stabilitet dhe rritje. Dashuria ndriçohet me mirëkuptim, komunikim dhe afrime të sinqerta. Peshorja ndjen se më në fund gjithçka po vendoset në vendin e vet dhe se jeta po ecën në ritmin e duhur. Për Akrepin, kjo energji hyjnore është transformuese dhe shumë e fuqishme. Fati ndriçon rrugën tuaj duke mbyllur një kapitull të vështirë dhe duke hapur një tjetër shumë më të fortë. Paratë vijnë përmes një ndryshimi të madh, një vendimi të guximshëm ose një shansi që ju nxjerr nga kufit e vjetër. Në dashuri, energjia është intensive, lidhjet thellohen, e vërteta del në dritë dhe ndjenjat marrin drejtim të qartë. Akrepi ndjen se po rilind dhe se universi po e shtyn drejt fuqisë së tij maksimale. Për Peshqit, energjia hyjnore zbret me butësi, por me ndikim të madh. Fati ju ndriçon rrugën dhe ju sjell bekime që duken si dhuratë nga universi. Paratë dhe mundësitë vijnë përmes intuitës, ideve të mira ose ndihmës së papritur.
Dashuria ndriçohet me ndjeshmëri, lidhje shpirtërore dhe afrime të thella. Peshqit ndihen të udhëhequr, të mbrojtur dhe në harmoni me gjithçka që po ndodh rreth tyre. Kjo ishte energjia e fuqishme hyjnore që po ndriçon këto ditë fatin, dashurinë dhe parat për shenjat e zgjedhura. Kur universi vepron në këtë mënyrë, asgjë nuk është rastësi dhe çdo sinjal ka një domethënie të thellë. Kjo periudhë sjell dritë aty ku ka pasur errësirë dhe hap rrugë të reja për ata që janë gati t'i pranojnë bekimet. Nëse e ndjeve këtë energji edhe tek vetja, shkruaje shenjën tënde në komente dhe lejoje fatin të lidhet me këtë parashikim. Fjala dhe qëllimi janë pjesë e forcës që universi dëgjon. Mos haro të abonohesh në kanal, sepse këtu zbulojmë çdo ditë mesazhet hyjnore, periudhat e fatit dhe paralajmërimet që mund të ndryshojnë jetën. Energjia tashmë është në lëvizje dhe për disa, ky është vetëm fillimi i bekimeve më të mëdha.